E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi të gjithë së bashku për të ndarë lajmet më të fundit dhe për të ndarë lëvizjet më të fundit me ju të artisteve tuaj të preferuar, normalisht edhe artisteve të mia, me patjetër, sepse duke i komentuar, fatmirësisht kjo punë të bën që ti të familiarizohesh me to dhe familiarizimi është një diçka shumë e bukur që ndodhen në jetën e ne gazetarëve të showbizit. Do të flas tani pak për Gjestin. 316 Music është shtëpia muzikore ku Gjesti ka besuar suksesin e tij, famën e tij, karrierën e tij dhe të gjithë artin e tij deri më sot. Ju e dini shumë bukur që Gjesti përjetoi një tragjedi të rëndë në jetën e tij. Humbja e Eldionit ndryshoi gjithçka në jetën e Gjestit, do me thënë të gjithë entuziazmin, të gjithë energjinë, të gjithë pozitivitetin që Gjesti e kishte në natyrën e tij, në njeriun e tij, në shpirtin e tij, ajo u përmbyll me një dhimbje shumë të madhe, por me patjetër që ne jemi njerëz besimtar, ne kemi një lidhshmëri të veçantë me krijuesin e universit, me Zotin ton dhe besojmë që ne një ditë do të shkojmë në universin tjetër dhe do t'i takojmë njerëzit tanë të dashur që nuk i kemi në këtë botë, por Zoti këtë univers e ka shkruajtur një rrugtim kalimtar dhe teksa jemi ne në një rrugtim kalimtar, do përjetojmë dhe dhimbje të këtilla, por e keqja është kur ne i përjetojmë ato më herët se ç'duhet, ashtu siç patën fatin familja Kelmenti, por nuk është familja e vetme shqiptare që ka përjetuar një tragjedi të këtillë. Ajo që në festat e bukura, në ditët me simbolik nuk harohet është energjia, kontributi që artistët japin për shtëpit ku ato kanë të nënshkruara kontratat dhe shtëpit ku ato punojnë, apo besimin që ato kanë brenda një shtëpie. 316 Music, pikërisht në këtë datë, sonte jemi në natën e Halloweenit. Unë e di që Gjesti nuk është se i ka patur në qef këto gjëra, për këtë jam shumë i sigurt. Por duke njohur se si shkon tregu muzikor, duke njohur se si shkojnë kompanitë, 316 Music kishte bërë 3 fotografi të Gjestit në formën e një Halloweenit. Nuk është për ofendim kundër drejt Gjestit, sepse mund të ketë nga ato që mund ta quajmë pse e ka bërë, është për ofendim e tjerë, nuk është për ofendim kundër drejt Gjestit, por mendoj se është një mbështetje shpirtërore që 316 Music ka dashur të jap në shpirtin e Gjestit, por edhe një buzëqeshje në fytyrën e Gjestit, për t'i thënë Gjestit që ne jemi këtu me ty, ne jemi këtu pranë teje dhe do të bëjmë gjithmonë të lumtur, do të bëjmë happy dhe ti do kënaqesh duke parë fotografitë tua. Fundja fundit, si mundemi ne të ndihmojmë një njeri që është në dhimbje të madhe shpirtërore, mundemi t'i ndihmojmë duke i dhuruar dashuri, duke i dhuruar buzëqeshje dhe duke kaluar një çast të ëmbël me të. Dhe pikërisht Gjesti bëri këtë gjë, do me thënë që ja dha të gjithë suksesin 316-it dhe 316 e shpërblen Gjestin me shumë dashuri në këtë ditë. Unë shpresoj që Gjesti të ketë marrë forcën, të jetë ngrit në këmbët e veta dhe të kthehet tek publiku ashtu siç publiku e meritojnë dhe e kanë duar trokit. Shpresoj që për hir të shpirtit e Eldionit, i cili jam i sigurt që prehet në paqe sepse ishte shpirt akoma i ri, ça mëkatesh mund të kishte bërë Eldioni, dhe shpresoj për shpirtin e tij, për krenarinë e vllait vet, për ndjesinë e vllaut të vet, Gjesti të ngritet në këmbë edhe të ngjitet në skenë edhe të na këndon ashtu siç ne jemi mësuar ta shohim atë. 316, Bonarta Ivazi së bashku me grupin e tij, asnjëherë nuk harojnë vllaun e tyre Gjestin.